Para një viti këtu patëm një disfat të madhe, për shkak të një mbi tensioni të lartë të vërtetuar kjo edhe nga policia dhe nga prokuroria, erdhi një mbi tension i lartë me 13 qershor të vitit kalum dhe na u dosh një kapanon komplet me kafsh. E komplet u shkrumu kapanoni i tëri. Fal Zotit dhe besimit e kryum nër vite nga Raiffeisen Bank, duke pas edhe kredi të hapur. A ju jeni me kredi pra? Punoni me kredi? Që kemi qenë që në 2007 ne nuk i ndahemi kredis. Nuk i ndaheni Raiffeisen? Po, klient i gjithmonshëm i Raiffeisen Bank. Dhe në ato momente, ku ne humbëm mrena një natë rreth 400-500.000 euro, ishte diçka e pa imagjinueshme që të afrohet dikush me dhënë dimes. Raiffeisen Banku tregu shumë e gatshme edhe do t'jem shumë mirënjohës tani jetën time për këtë moment shumë të vështirë të jetëson. Na u afru, pavarësisht se kishim overdraft të hapur, na u afru dhe na dha kredi, morëm rreth 250.000 euro, ose 250 janë lek të vjetra kredi. Ja dolëm, e rregullum kapanonin që na u damtu, edhe vazhdum me forcat tona, gjithmonë me punën e vullnetin ton, edhe eksperiencën që kam nër vite të makinerive, të fabrikave të ushqimit bektoral, sepse kam punu në një periudhë shumë gjatë edhe në këtë fushë. Ke punuar kërëshe në emigrim? Jo. Jo, këtu? Kur kemi qenë bashkë me Invëlla të Pandar, kemi pas edhe fabrikë, si që ju thash, një mili fabrikë mielli, po edhe i fabrikë të ushqimit bektoral shumë moderne. Tani s'ke më vllajin, tani vllai nuk punon më me ty? Vllai e ka fabrikën e ushqimit dhe të miellit, edhe unë dam, si çdo kush. Po, ti ke Raiffeisenin tani. Edhe vendosëm këtë makineri e kemi importu të gjithin nga Danimarka. Janë të shtrenjta? Me supportin e Austria Premix, mos të du t'ja hapim vlerat gjithë se cilit. Ka qenë shumë i gatshëm me na ndihmu, me na supportu, me na dha ndihmën. Edhe arritëm goxha e kushtueshme. Po pra, janë të kushtueshme shumë. Rreth, i ka kalu 200.000 euro si makineri, pa silosat, ato janë në vete. Por është duhet. Është diçka që nëse ne nuk investojmë në teknologji, nuk mundna me u përshtat kur me të ardhmen. Nuk mundna kur me ja transmetu brezit që po vjen. Pse në qoftë se djali nuk e shikon që kjo po zhvillohet dhe po bëhet si kudo, jashtë ai stëri. Nëse nuk ja u bëjmë më të lehtë punën, sa më të lehtë, se në detyrimisht. Djali punon me ty? Po. Punon, Djali ka marru universitetin. Përse? Economics. Në Shqipëri apo jashtë? Në Shqipëri. Do me thënë se djali në ari largë. Hajde pak. Jo, më pëlqen shumë që je për të shoqëruar sot babin, apo e shoqëron në këtë punë, do me thënë. E di që është çdo ditë. Kam mbaruar shkollën, do me thënë kam mbaruar bachelorin në ekonomikun e Tiranës, edhe jam çdo ditë të punë. Bravo, të lumt. Është i pashmangshëm. Bravo. Më thënë, ti je më shumë, ti ngacmon më shumë që duhet të zhvillohet teknologjia, apo është vetë babi që e di që kjo duhet? Sigurisht, babi është ai që i merr iniciativat, por ne duke qenë që jemi rinj, ecim me hapat e kohës, duke munduar gjithmonë që fusim një frym të re në biznes. Nuk i thua me fjalë që ke gjithë këto lekë që po harxhon me derat. Nuk i thua këtë? Jo, kjo është pjesë e punës, gjithçka do ta bëj. Dikush do jetë ekonomist, dikush do merret me derat, dikush do merret me tokën. Nuk ka rëndësi, secili e zgjedh vetë atë që do merret. Por gjithçka do bëhet. Bravo, të lumt. Kjo është arritja më e madhe që ke mbajtur djalin të vazhdoj punën. Kam edhe çunin tjetër, po sot sa është i pranishëm edhe. Punon edhe ai? I jashtëzakonshëm. Bravo. Të dy kanë fut shpatullat dhe m'japin kurajo të jashtëzakonshme me investu çdo ditë në teknologji. Se arsyeja pse i bëm këto emisione ishin të kuptonin ç'po ndodh me blegtorinë në vend, por rrugës po kuptojmë edhe ç'po ndodh me teknologji në vend dhe me të rinjt në vend. Edhe një mesazh edhe për të rinjt gjithë që e ndjekin këtë hapësirë,
du t'ju tham të ndërrojnë, mos të pushojnë së ndërrumi. Unë që i vogël nuk kam resht, edhe sot jam 50 vjeç, nuk resht së ndërrumi. Ndërroj, nëse e fut në trumë dhe ndërron se kjo duhet ba, një ditë zgjosh dhe thu, wow, u realizu dhe kjo? Dhe nuk duhet të pushojnë, sepse nuk shof pak skeptik në. Po, ka një lloj frike, një lloj po ç'po më duhet, ja tani e ka inteligjencë artificiale. Jo, e ka njeriu. U trëmbë. Tu jemi në kapanonin që para një viti se ishu thash na ka qanë dëmtu. E kemi ribon fal, ju thash edhe i herë mundësisë Raiffeisen Bank dhe forcave tona. Tu jemi në një teknologji shumë të lartë, ja u shpjegova dhe më parë, në mënyrë automatike ju shkon ushqimi. Ushqimi nga del. Ushqimi ja. Ashtu. Ati ku po hanë ata tani vjen ushqimi. Po, tu vjen uju. Këtu vjen uji? Po. Edhe gjithçka është nuk hyn as me lakë, ja erdhi uji. E shikon? Erdhi. Ky është i kapanon që ka rreth 700-800 krerë brenda. Këtu janë 800 gjithsej. Po. 700-800 si mas asaj që e shumë. Edhe rreth 3 muaj e pak rrin vin 20 deri 25 kilosha vin këtu. 25 kile? Po. I blini? I blejmë, i bim nga Hollanda, Danimarka, Hungaria, varet sikur të zham tregun, edhe i rrisim, i shojmë deri 100-110 kilsha, e i shojmë për konsum. E shikojnë se janë njerëz të huj, po të hy unë, do më thënë si hi... E qojnë normale. E qojnë normale, no. Ndërsa këta të huaj që duan. Pra, atje hanë ushqim. Aty hanë ushqim, tu është uj. është... E kanë gjithçka të kompletuar. Atëherë këtu janë derrat ke ky kapanon, janë rreth 100 kilosha në ditën e 70-72 që kanë ardhur këtu 25 kilsha, pra janë rreth 5 muaj e gjysmë 6 nga dita që ka lind. Dhe tani është gati për konsum. Shkojmë tek fabrika, atëherë atje ku është edhe prodhimi, pastaj sepse është cikli mbyllur me sa duket tek ju. Unë tek therja nuk shkoj, më dhëm zemra kur flas për të, po pjesë jetës zë gjë. Ndërsa këtu pastaj të gjithë ky territor është ish territoria, ish stalla. Stalla. Në këtë moment e kemi kthyer ka rreth 7-8 vite, 10 vite e kemi kthyer në thertore dhe në sallamëri. Sallamëri. Po. Kjo është zonja. Mirë se të gjej. Më duket ju është besuar zonjës ky vendi këtu. Kjo merret këtu me mbikëqyrjen e gjitha si të punëtorëve të thertores, ashtu edhe të mbikëqyrjes së cilësisë sallamërisë. Atëherë, zonja është në punë, ju në punë, dy djep në punë, punëtorët të tjerë pash që kishit huaj. Po, i kemi edhe të huaj. Keni marrë filipinez? Po. Se interesant. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank.